Të nderuar vëllezër besimtar, pas 2 viteve të vështira të cilat kaluan besimtarët mbar, në veçanti vëllezërit tanë në Gazë dhe në Palestinë, tani më kemi një lajm të mirë, alhamdulillahi rabbil alamin, pas një përpjekje të madhe dashur vëllezër besimtar dhe pas një qëndrese të pashoqe të vëllezërve tanë në Palestinë, tani më është arritur edhe një marrëveshje që po quhet marrëveshje e paqes. Dhe alhamdulillah është ndalë kjo luftë e përgjakshme, lufta ndoshta për lufta më të pabarabarta dhe më të padrejta që është zhvilluar dhe ka njohur njerëzimi, një botë e tërë thuajse dashur vëllezër besimtar, kundër një populli të shkretë dhe të vogël, i cili po mbron shtëpinë e vet, po mbron të pragun e vet, po i mbronte të drejtat e tij dhe nuk pëlqen vendin e tij. Alhamdulillah për Allahu subhanahu wa taala, edhe pse çmimi është i madh, edhe pse ata pavujtën shtrejt, por të Allahu subhanahu wa ta'ala nuk humbë asgjë. Dhe sot dashur vëllezër besimtar, ata kanë filluar të marrin frymë, sikurse edhe gjithë besimtarët gjithandej të cilët kanë iman, po dhe gjithë njerëzit e mirë, dhe cilët kanë njerëzillok në zemrat dhe shpirtat e tyre, janë gëzuar këtij lajmi të madh se është bërë marrëveshja e paqes dhe është ndalë dhe ka filluar të respektohet inshallah ta'ala. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala në fillim dhe mbarim. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala po ashtu që vërtet përfundoi ajo luftë në atë vend një herë për gjithmonë dhe ai popull i shkret, por jo i shkret sepse ai vërtet qëndroi popull burr liridashës, mirë pa ai popull i vujtur dhe i përvujtur me dekada dashur vëllezër besimtar, ti kthehet jetës normale dhe edhe ata të kenë të drejtën që ta gëzojnë në vendin e tyre, ta jetojnë jetën e tyre me fëmijë dhe familjarët e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala i ndihmoft, Allahu subhanahu wa ta'ala të vdekurit e tyre shahida i pranoft, ja rabbel alamin, kurse të sëmurit e tyre Allahu azza wa jall i shëroft. Allahu ju ndihmoft që plagët e tyre me të i kalu, mërzin me të i kalu, dhe s'ka dyshim se fuqia Allahu subhanahu wa ta'ala është e madhe. Të dashur vëllezër besimtar, disa porosit të nxjerrëra po që i kemi marrë janë të shumta nga kjo luftë e egër cilën përjetuar, cilën e përjetoi populli i Gazës, por janë disa mësime dhe mesazhe të cilët duhet i marrin njerëz në përgjithësi e muslimanët në veçanti. Ato janë të shumta të dashur vëllezër besimtar, por po i mendi shkurtimisht vetëm disa prej tyre. E para të dashur vëllezër besimtar, mësimi i parë, porosia e parë dhe më e rëndësishme për të gjithë njerëzit, për besimtarët veçanti, edhe për neve këtu është se akidja, besimi, dini praktikohet, është praktike, është sjellje, nuk është vetëm teori, nuk është vetëm propagandë, mirë po akidja, vepra, dini duhet dëshmohet në praktikë. Andaj dashur vëllezër besimtar, ajo çfarë kemi pasur, ai popull gjatë tyre viteve, në veçanti gjatë tyre viteve është e çuditshme, është vërtet një praktikim i mësimeve të Allahut azza wa jall në Kur'an. Popull prind duke i mbledhur eshat e fëmijëve të tyre, duke i mbledhur duke i bu fëmijët e tyre të vrarë, por duke falendëruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Po të dashur vëllezër besimtar, përkundër që dhimbja ishte shumë e madhe, përkundër se ata vujten mirë, po asnjëherë imani i tyre nuk ju lëkund, asnjëherë besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala nuk u lëkund. Madje thanë qysh sikurse thanin edhe sahabët kur ju thanë betejën e Handekut, keni frikë nga se njerëzit janë tubu, e gjithë bota juve po dëni u luftu. Ata thanë hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kështu thanë sahabët e profetin alayhi salatu wasalam, por kështu vepruan edhe populli i Gazës përballë këtij pushteti ose këtij pushteti dhe kësaj
luftët e tmerrshme që ata përjetuan. Andaj të dashur vëllezër besimtarë, besimi është për të manifestuar në praktik, edhe kur na godet ndonjë sprovë, ndonjë pakëndshme, ndonjë të lashe, ndonjë mërzi, ndonjë smundje, ndonjë vdekje, ndonjë fukarallok dhe gjëra të tjera ku testohet imani besimi, besimtari nuk duhet ta zhgënjë Allahu subhanahu wa taala, por duhet të qëndroj dhe duhet të ato që Allah azza ka kërkuar në Kur'an, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ne jemi të Allahut dhe në jetën tjetër na mjafton Allahu. E sa mbrojtës i madh është ai subhanahu wa ta'ala. Besimi është praktik. Disa besimtarë nuk janë në gjendje me mbyll dyqanën në kohë të xumos, nuk është në gjendje me e lënë punën për shkak të xumos, nuk është në gjendje me sakrifiku, ndoshta një ndeshje futbolli për shkak dhe ik namazit xumos e kështu me radhë. Çfarë feje është të dashur vëllezër besimtar? Ky popull dëshmoi se për Allah dhe për vendin e tij dhe për fenë e tij sakrifikojnë të gjitha, madje ato që është me shtrejta edhe jetin, edhe xhakun, edhe fëmijët edhe familjen. Dy të dashur vëllezër besimtar, për mësimeve të mëdha dhe të shtrejta, e që këtë ka dëshmuar edhe populli ynë para 25 viteve, por kemi frikë që jemi duke i harru disa mësime që i kemi të mësuar dhe i përjetu edhe si popull, është se liria nuk falet, por ajo fitohet, por ajo merret, por ajo mbrohet, por ajo për liri, për drejta, për vend, gjithçka tjetër është e lirë dhe gjithçka tjetër dashur vëllezër besimtar duhet sakrifiku, çysh sakrifikoi populli palestinez përkundër vujteve të mëdha, përkundër pushtimit të egër, përkundër bombardimit të egër, përkundër armatimit dhe arsenalit të madh dhe atyre bombave dhe raketave të mëdha që u derdhën mbi ta, ata nuk e lëshuan vendin e tyre, përkundër kërcënimeve që patën nga shtetet të fuqishme, që me liru gazën, me lëshu vendin e tyre, me liru shtëpitë e tyre, madje ju ofruan përkundër ju ofruan edhe oferta të ndryshme, ata nuk pranuan vetëm se të qëndrojnë në vendin e tyre, dhe kjo është një mësim i madh të dashur vëllezër besimtar për të gjithë popujt, edhe për ne, por edhe për muslimanët gjithandej, se liria, se drejta, se vendi, se feja nuk kanë çmim ato ose për rrugën e tyre, çdo gjë është më pak ose çdo gjë është e lirë. Po është dashur vëllezër besimtar, për mësimet të rëndësishme që kemi marrë gjatë kësaj lufte është se agresioni që ndodhi mbi Gaza është shpërfaqi nifakun e vërtet të botës sonë bashkëkohore të cilën po jetojmë. Ajo çfarë ndodhi në Gaza dhe kjo heshtje e çuditshme shteteve, shumicës së shteteve e një pjesës tyre dolën krah të agresorit. Kjo luftë është shpërfaqi se jemi duke jetu në një botë ku punohet me standardet e dyfishta dashur vëllezër besimtar. Ka të drejta për disa fëmijë, ka të drejta për disa gra, ka të drejta për disa popuj, por kur janë në pyetje ose kur ishin në pyetje muslimanët e Gazat Palestinës, nuk pat organizata për drejtat e njerëzit, u heshtën organizata për drejtat e fëmijëve, u heshtën organizata për drejtat e grave, u heshtën organizata për drejtat e kafshëve e kështu me radhë. Andaj kjo luftë të mërshme që ndodhi në Gaza dhe Palestinë është shpërfaqi një realitet të hidhur, se në këtë botë nuk ka drejtësi. Dhe ajo që është thonë me vitet tëra dashur vëllezër besimtarë është proklamuar për media, nuk pas ka qenë e vërtetë. Ajo pas ka qenë vetëm një farsë për pushtimin e disa vendeve dhe disa popujve dhe për shkeljen e tyre në emër të drejtave të njerëzit. Realisht drejtat e palestinezëve shkelen që një shekull gati, mirë po ato shkelen tash e këtyre 2 viteve në mënyrë të paparë në sytë të botës të dashur vëllezër besimtarë. Ofër 70.000, 67.000 janë të vrarë sipas statistikave zyrtare të shtetit palestinez. Mbi 17.000 prej tyre janë fëmijë. Ofër 13.000 prej tyre janë gra. E ofër 6.000 janë pleq.
Krejt qyteshti është shkatru. Shkollat, spitalet, shtëpit, gjithë shka. Në emën të përndjekje se terroristëve. Tre dashur vëllezër besimtar, u vërtetu që muslimanët nuk janë terroristë. Sepse për vitit 2000 tutje, muslimanët është vesh një akuzë e rëndë se muslimanët janë terroristë, vrasin gra, vrasin fëmijë, vrasin njerëz të pafajshëm. E kjo dëshmu se muslimanët nuk vrasin. Nuk janë terroristë, sepse librin e kemi të paqes, sepse fenë e kemi të paqes, sepse dërguarin e kemi paqësor, sepse udhërrëfyesin ton, profetin alayhis salam, e kemi tillë, i cili kur niste ekspeditat në luftë, i porosiste shokët e tij, mos vrani pleq, mos vrani gra, mos vrani fëmijë, mos vrani njerëz që janë duke adhuruar nëpër kisha. Mos vrani. Madje mos shkatroni as pem, bim. Andaj, kjo luftë e dhimbshme, pasojat e rënda pa dyshim, e zbulojnë të vërtet të madhe që u munduan shtetet të mëdha me arsenalin e tyre mediatik për 25 vite më radhë të paraqesin muslimanët si terroristë, si njerëz që vrasin, e kjo luftë është përfaqësi realitetin se tjetër kush është terrorist. Tirin ata që vrasin gra dhe fëmijë, tirin ata që djegun shtëpi, tenda me refugjat dhe djegun për së gjalli njerëz, fëmijë, tirin ata që i vdesin njerëz nga uria, rrethim i papar. Po është dashur vëllezër, prej mësimeve të mëdha është se nga rezistenca e këtij populli të madh lirdashës është kauza e një populli për të drejtën e tij është më fuqishme se sa arsenali armikut ti sa të qojmë i madh është ai. Dhe ai popull që ka kauzën e drejtë dhe beson në atë kauzë dhe sakrifikon për atë kauzë, ai nuk mposhtet. Po vriten, deportohen, djegen, torturohen, burgosen, po nuk mposhtet. Kështu ka vepruar edhe populli ynë. Kështu kanë vepruar edhe shumë popull të tjerë, të lirë. Dhe kështu veproi edhe popullin e Gaza. Të rrethuar, bombarduar nga gjitha anët, të sulmuar nga gjitha anët, të zhveshur nga çdo lloj force përveç besimit dhe bindjes së tyre se janë në të drejtën, qëndruan dhe ja dolën. Andaj nderuar i vëlla, nderuar besimtar, derisa jemi në rrugën e drejtë, e kemi kauzën e drejtë, e kemi qëllimin e mirë, ja dalim, edhe nëse kërkon mund, edhe nëse mund të paguhet shtrejt dashur vëllezër, dhe mësimi i fundit ose porosia e fundit e nxjerr ose marr nga kjo që përjetua me pamë si musliman është se përderisa muslimanët nuk bashkohen
përderisa muslimanët nuk bashkohen, ata janë të dëmt. Edhe nëse një nga një shtete mund bëjnë fuqi, mund të jenë të përparuara, mund të kenë forcë, përderisa nuk bashkohen ashtu që ka kërku Allahu subhanahu wa ta'ala, ata janë të dobët dhe do të jenë gjah i armiqve të tyre, sikurse po veprohet sot me shtetet ndryshme muslimane. Andaj Allahu azza wa jall ka thirrje wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ka pune për litarin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mos u përçoni. Edhe një dashur vëllezër besimtar në vendin tonë, ajo që na bën të fortë është uniteti, është bashkimi, është kauza. Gjëra të tjera janë të rëndësishme, por këto janë dashur vëllezër që e kanë mbajtur popull dhe mbajnë edhe me tutje. E lutem Allah subhanahu wa ta'ala që vërtet ajo luftë e përgjakshme, shkatërruese, e tmerrshme, përfundoj një herë e përgjithmonë dhe ai popull i fuqishëm ta gëzoj lirinë, ta gëzoj vendin e tij për cilin pagujti shumë, për cilin sakrifikoi shumë. Allahu i bekoft ata njerëz, Allahu i ndihmoft, ju dhash në barësi atyre fëmijëve, po e shiqojmë lajme se të gjithë njerëz të besimtarët në përbot, ka momente jashtëzakonisht prekse bashkë të besimtarë, cilët nuk po e besojnë se erdhi dita që u ndalën bombardimet pas afër 2 viteve dhe ata po dalin lirshëm ose po qëndrojnë lirshëm brenda shtëpive të tyre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.